Lëngu i lakrës është një nga pijet më të shëndetshme që mund të konsumoni pasi është i pasur me polifenol, kalcium, magnez, hekur, fosfor, sulfur, kalium, jod, si dhe vitamina A, B1, B2, B6, C, K, por edhe acid folik. Lakra përmban shumë polifenol, ose si që njihen ndryshe si antioksidantë që paksojnë shfaqjen e sëmundjeve kancerogjene dhe atyre kronike. Mineralet e rëndësishme që përmban ky lëng e bëjnë atë të rëndësishëm në mbrojtjen e kockave, por edhe në uljen e tensionit të gjakut. Vitaminat që gjenden tek lakra dhe lëngu i saj janë të dobishme për sistemin riprodhues, ato imunitar, shëndetin e syve, por edhe shëndetin e flokëve, lëkurës, mëlçisë, nervave, syve e shumë të tjera. Lakra është burimi shkëlqyer i vitaminës C, që ndihmon organizmin të jetë më rezistent ndaj baktereve, radikaleve të lira dhe virozave. Ajo përmban më shumë vitaminë C se portokallët, një karakteristikë që e bën atë të domosdoshme kundër shumë sëmundjeve. Lakra është nga 10 ushqimet më të pasura me vitaminë K, e cila është thelbësore kundër sëmundjeve të zemrës dhe atyre të kockave. Lëngu i lakrës trajton ulcerën në stomak dhe ka vitamina dhe minerale që forcojnë rezistencën e shtresës së stomakut ndaj acideve.